Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi vendimin në shkallës së parë për autorët e atentatit ndaj Enes Hajrullaz dhe Ervisma Todashajt në Vlorë. Shkalla e parë vendosi që Leonard Luzi të dënohet me 11 vite burg, duke përfshirë dhe gjykimin e shkurtuar, që redukton dënimin në 7 vite 4 muaj burg, ndërsa për të penduarin e drejtësisë Samarildo Nikolli dha dënimin me 7 vite 4 muaj burg, përfundimisht me 2 vite 9 muaj burg. Atentati ndaj Ervisma Todashajt dhe Enes Hajrullaz dështoi sepse në gusht 2023 në lagjen u i ftohtë, policia ndaloi për kontroll vrasësin me pagesë Samarildo Nikolli, a dhe i gjeti armët me të cilat do të kryente krimin. Pikërisht në atë ditë, më 7 gusht 2023, Nikolli ishte gati për të vrarë Ervisma Todashajt dhe Enes Hajrullaz. Ati u gjetën një arsenal armësh, më konkretisht një pistolet e markës Pietro Beretta, me një silenciator me karikator të mbushur me 14 fishek, si edhe një fishek i futur në folen e qitjes. Kundër vendimit të apelit lejohet ankimim nga palët në gjykatën e posaçme, brenda 15 ditëve nga komunikimi arsyetuar i këtij vendimi.